Kryetari i BDI Sali Ahmeti komentoi gjykimin në Hak ndaj ish-drejtuesve të UÇK-s, duke u shprehur se beson në pavajsinë e tyre dhe në një përfundim triumfal të procesit. Në një intervistë për Ekonomia Online, Ahmeti pohoi se ushtria çlirimtare e Kosovës ka respektuar konventat ndërkombëtare dhe se nisma e gjykatës speciale u bazua në akuza të pabaza. Unë mendoj që këtë proces duhet ta fitojnë njerëzit që s'kan asnjë faj, kanë qenë çlirimtar të Kosovës. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka respektuar të gjitha normat dhe dokumentat të konventave të ndërkombëtare dhe besoj që do të ketë një përfundim triumfalist nga pjesëtarët e UÇK-s në proces gjyqësor që ndodhe në Hag. Ai procesin gjyqësor në Hag e quan padrejtësi ndaj ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Fillimi ka qenë aq i padrejtë saqë do kërkohesht edhe të dëshmohet ajo pafajësi, ajo padrejtësi që i bëhesht e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me livrin e verdh, me shtëpinë e verdh nga Dik Marti, një deputet zviceran, që ishte një kompromitim i madh jo vetëm i Kosovës, po i tërë shqiptarëve. Dhe pikërisht këtu është edhe nisma e gjykatës speciale, po tani pavarësisht se sa ngritën çështje të tjera, kjo është një çështje tjetër, e cila mendoj që do të triumfojë vërteta. Ahmeti shtoi se ata që kanë dhënë për Kosovën janë të pazavendësueshëm për të ardhmen e saj. Kosovës i duhen të gjithë njerëzit e vet, Kosovës i duhen të gjithë luftarët, aq më shumë ata që kanë luftuar për lirinë e vendit të vet, aq më shumë ata që kanë dhënë për Kosovën, sigurisht i duhen. Tash e 4 vite e gjysmë, ish-drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi ndodhen në paraburgim në Hag, ku po përballen me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.